Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. 2 nga 4 serbët e arrestuar një ditë më parë në Gjakov pasi ju gjetën armë të ftohta, kanë konfirmuar se punojnë në institucione serbe të sigurisë. Pavle Kragović ka thënë se punon inspektori policisë në Kragujevc të Serbisë, ndërsa Milovan Stević deklaroi se është doktor stomatolog në Akademinë Ushtarake të Mjekësisë në Beograd. Gjykata themelore e Gjakovës u ka vazhduar masën e ndalimit derisa të vendoset masa e sigurisë. Gjykata themelore në Gjakov u ka vazhduar masën e ndalimit 4 të dyshuarve serb të cilët u arrestua në komunën e Gjakovës në akuzat për anëmbajtje pa leje. 2 nga të dyshuarit pasi dolën para trupit gjykues në seancën e parë dëgjimore e kanë konfirmuar se punojnë në institucionet serbe të sigurisë. Pavle Kragović ka pranuar se punon si inspektori i policisë në Kragujevc, ndërsa Milovan Stević tha se është doktor stomatolog në Akademinë Ushtarake të Mjekësisë në Beograd. Një nga të akuzuarit është identifikuar si teknik i komunikacionit, ndërsa një tjetër si inxhinier i pylltarisë. Gjatë ditës, prokuroria ka kërkuar 30 ditë paraburgim për të dyshuarit. Me këto veprime formohet dyshimi bazuar se të pandehurit me inicialet B.R, N.V, P.K, M.S kanë kryer veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve. Prokurorja e rastit Venera Shala, gjatë leximit të kërkesës për paraburgim, tha se rreziku i arratistjes për të pandehurit duhet të lidhet me faktin se të gjithë janë shtetas të Serbisë. Përveç 4 serbëve të ndaluar në Gjakov, gjatë fundjavës, policia ka ndaluar edhe 12 serbë të tjerë të dyshuar, të cilët kishin ardhur si pelegrin në komunën e Prizrenit. Nga këta 12 të dyshuar, 10 janë liruar pas marrjes në pyetje dhe janë kthyer në Serbi, ndërsa 2 të tjerë u ndaluan për 48 orë. Ministri i Brendshëm në detyrë Xhelal Sveshla tha se të arrestuarit kishin për qëllim që të mbledhin informacione për caqe të mundshme sulmi. Sipas të dhënave fillestare, dyshohet se këto grupe kishin për qëllim mbledhjen e informacioneve për caqe të mundshme, pasi janë gjetur dëshmi të ndërlidhjes me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe, si dhe me antar të grupit terrorist të Banjskës. Njohësi i çështjeve të sigurisë, Drizan Shala, thot se jo rastësisht këta persona vizituan këto 2 komuna të Kosovës. Që kanë patur sipas gjitha gjasa mision për të shpionuar në rajonin e Gjakovës, ku dihet që është baza ushtarake, aeroporti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, respektivisht njësisë e droneve, njëkohësisht në pjesën e regionit të Prizrenit për të bërë presion të komiteti jo serb, që të bëhet forma ndryshme presioni shantazhi që të zgjedhurit të tyre mos të jenë pjesë përbërëse e formimit të institucionet të Republikës Kosovës. Institucionet në Kosovë akuzuan Beogradin zyrtar se po përdor institucionet fetare për të nxitur tensionin ndëretnike në Kosovë. Autoritetet në Serbi dhe dioqeza e Rashkës dhe e Prizrenit i kanë mohuar këto pretendime. Eksperti i antiterrorizmit Kol Krasniqi thot se Serbia gjithmonë ka ditur që të shfrytëzoj petkun fetar për të përmbushur ideologjinë e tyre. Ka kjo arsye autoritetet tona të sigurisë duhet të jenë gjithmonë vigjilent dhe të ndërmarrin të gjitha hapat e mundshme me qëllim të identifikimit të personave të cilët vinë me qëllime të jo të mira në territorin e Kosovës, vinë me qëllim të mbledhjes së informacioneve ose me qëllim të identifikimit të vendeve të mundshme për kryen e çfarëdo aktiviteti destruktiv brenda Republikës së Kosovës. Në lidhje me të dyshuarit serb, tashmë qeveria e Kosovës bëri të ditur se ka diskutuar në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë në Kosovë. Qeveria arrestimin e serbëve në Gjakov e lidhi me sulmin me granata dore në objektin e postës së Kosovës në Zveçan më 1 prill dhe kërkoi nga institucionet e sigurisë që të qëndrojnë vigjilente. Presidenti Vjosa Osmani e ka njoftuar të ngarkuarën më punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Ana Pratipati, për tendencat e vazhdueshme të Serbisë për destabilizimin e Kosovës dhe rajonit përmes veprimeve të mirë koordinuara me strukturat ilegale dhe bandat kriminale serbe. Presidentja Osmani diskutoi me zonjën Pratipati për arrestimin e djeshëm të qytetarëve serbë në Gjakov dhe Prizren, të cilët pretendonin se ndodheshin në pelegrinazh. Por se hetimet e deritanishme kanë treguar se këto grupe kishin ndërlidhje me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe si dhe me antar të grupit terrorist të Banjskës, thuhet në njoftim.
Osmani ka cilësuar këtë veprim si pjesë të një përpjekje të vazhdueshme nga Serbia për destabilizimin e Kosovës përmes kërcënimeve dhe dhunës. Osmani ka thënë se kjo përbën ndërhyrje të papranueshme në sovranitetin shtetëror të Republikës Kosovës. Presidentja ka shtuar se Kosova nuk do të toleroj asnjë ndërhyrje që rrezikon paqen, rendin kushtetues dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve të saj pa dallim përkatësie. Osmani dhe Pratipati kanë diskutuar edhe për thellim të aleancës strategjike me SBA-n. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka kritikuar qasjen e Bashkimit Evropian karshi Kosovës. Në rilansimin e programit Willy Brandt për zgjerim të Bashkimit Evropian nga socialistët dhe demokratët, Kurti ka thënë se gjatë mandatit të tij politikat e Kosovës më shumë janë pëlqyer se sa mbështetur. Ai tha se përderisa Serbia ka marrë mbështetje të tillë, është pikërisht ky vend që strehon terroristët e rastit Banjska, ndërsa Kosova mbetet nën masat e Bashkimit Evropian. Përpjekjet tona për të avancuar demokracinë, sundimin e ligjit dhe vlerat fundamentale të BE-s pranoheshin me fjalë, por shumë rrallë mbështeteshin në aksione. Me fjalë të tjera, politikat tona më shumë janë pëlqyer se sa mbështetur. E politikat e fqinjit ton janë pëlqyer më pak, por janë përkrahur më shumë. Fqinji jonë verior që është agresor dhe që provokon tensione, synon destabilizim, sot strehon e mbron terroristët, por është Kosova që mbetet në masa restriktive të Bashkimit Evropian, ka thënë ai. Kurti ka shtuar se loja e Serbisë mes Moskës dhe Brukselit nuk duhet të tolerohet. Ai ka thënë se ardhmja e Kosovës është e lidhur me BE-n dhe se Kosova është e gatshme të bashkohet Bashkimit Evropian. Në hapje të këtij programi, zyrtarët evropian kanë thënë se synojnë bashkëpunimin më të ngushtë me shtetet që synojnë të anëtarësohen në Bashkimin Evropian. Misioni jonë është i qartë, ta bëjmë Evropën të plotë dhe të kompletuar, thuhet në nisje të këtij programi. E për dialogun Kosovë-Serbi, sot ka folur edhe shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas. Ajo tha se Unioni është duke i zbërthyer gabimet në procesin e dialogut në mënyrë që t'i jap gjallëri procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje. Këto komente Kallas i bëri gjatë vizitës së saj në Podgoricë, ku nisi edhe turin në disa vende të Ballkanit Perëndimor. Duke komentuar ngecjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kallas tha gjatë një konference për media se ajo çfarë po bëjnë këtë muaj është analizimi së bashku me të dërguarin e BE-s për dialogun Peter Sorensen, i cili e mori detyrën në shkurt. Çfarë është më rëndësi për neve është normalizimi i marrëdhënieve, sepse asnjëra nga to nuk mund të ecë përpara në rrugën drejt BE-s, tha Kallas. Kjo e fundit nuk dha më shumë hollësi se cilat mendon që ishin gabimet apo çfarë nuk ka shkuar deri tani në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku. Me gjithë dialogun e zhvilluar ndër vite dhe në nënshkrimin e marrëveshjeve, procesi ka ngecur dhe tensionet janë rritur. Kallas ditë më parë ka thënë se Bashkimi Evropian është i interesuar për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, qoftë përmes dialogut apo ndonjë instrumenti tjetër. Përfaqësuesja e lartë për politikat e jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, nga 7 deri më 9 prill është duke vizituar disa shtete në Ballkanin Perëndimor. Në vizitën e parë të saj në rajon si shefe e diplomacisë evropiane, Kallas do të qëndrojë në Malë të Zi, Shqipëri dhe Bosnjë e Hercegovinë. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka ftuar në takim kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku për konsulta paraprake për konstruimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re. Kurti i ka lënë 2 opsione për takim, të mërkurën dhe të enjtën. Por LDK-ja ende nuk është deklaruar nëse Abdigjiku do t'i përgjigjet kësaj ftese apo jo. Jepshim premtime për koeficient ma shumë se programin e tyne. Çfarë hajvonësh? Po, ka kalu koha hajvanotit. Rreth 2 muaj pas kësaj deklarate drejtuar opozites, kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti u drejtua me letër ftesë kryetarit të LDK-s Lumir Abdigjiku për takim me qëllim të diskutimit për formimin e kuvendit dhe qeverisë.
I nderuari kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Lumir Abdigjiku, uroi që kjo letër t'ju gjejë mirë, me certifikimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit 2025 nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç e dini edhe presidentja e ka caktuar mbledhjen e parë të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës për datën 15 prill 2025, me qëllim të konstituimit të plotë të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe procesit të zgjedhjes së qeverisë së re. Për të u konsultuar paraprakisht, ju ftoj në takim të mërkuren me datë 9 prill në ora 15 apo të njëjtën me datën 10 prill në orën 9 ose në 14. Mirëpres përgjigjen tuaj për këtë takim. Por LDK-ja ka hezituar ta komentoj ftesën e Kurtit. Nën kryetari i këtij subjekti politik Lutfi Aziri i ka thënë televizionit 21 se i takon kryetarit Abdigjiku të deklarohet. Letra i është adresuar kryetarit të LDK-s, vetëm dhe vetëm ai mund të deklarohet. Ndërkohë, deputetja e zgjedhur e LDK-s Jehona Lushaku ka thënë se ende nuk kanë vendosur në kryesitë e partisë nëse do t'i përgjigjen apo jo ftesës së Kurtit për takim me Abdigjikun për formimin e institucioneve të reja. Organet e partisë do të vendosin se a do të shkojmë a jo. Për ndryshe qëndrimet tona me vetëvendosjen, për qeverisje me vetëvendosjen i kemi të qarta. Por çka kishte thënë kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku për bashkëpunim me vetëvendosjen? Nuk duam, nuk kemi dhe nuk punojmë për një bashkëpunim me ta. Ndërkohë, në vetëvendosje janë të sigurt se i kanë votat e mjaftueshme që me 15 prill pas konstituimit të Kuvendit të formohet edhe qeveria e re. Pak ditë më parë, Kurti takoi një pjesë të përfaqësuesve të partive politike të komunitetit jo serb dhe deputetin e zgjedhur Nenad Drashić. Deputeti i vetëvendosjes Halil Thaçi tha se partitë opozitare nuk duhet i bojkotojnë ftesat e vetëvendosjes për takim, siç është edhe ai Glaukonjufcës për ditën e martë. Unë nuk mendoj që ka ndonjë arsye për sabotimin e këtij takimi, sepse mendoj që qytetarët, edhe ata, edhe PDK-n edhe çdo subjekt tjetër i kanë votuar qytetarët e Republikës së Kosovës për ta konstituuar Kuvendin për t'i rregullu, do të thotë, institucionet e Republikës së Kosovës. Ftesën e Kurtit për takim me Abdigjikun nuk e kanë komentuar nga PDK-ja dhe AAK-ja, ndërkohë analisti politik Shemsi Ashari e quan jo të sinqert ftesën e Kurtit. Që nga koha kur kanë përfunduar zgjedhjet, nuk e kemi pasur asnjë reflektim nga zoti Kurti e asnjë përgatitje të reni për të respektuar partnerët e mundshëm që mund të vinte kjo ditë kur të mund bënin marrëveshje koalicioni bashkë. Deputeti i vetëvendosjes Halil Thaçi është bashkuar ankesave të kryeministrit në detyrë Albin Kurti se Serbia përmes ndikimit të saj tek deputetet e minoriteteve jo serbe, po e pengon formimin e institucioneve të reja. Por sipas deputetit Thaçi, pavarësisht kësaj, vetëvendosje i ka votat e nevojshme për zgjidhjen e kryetarit të Kuvendit dhe formimin e qeverisë. Glaukonjufca do të jetë kryetari i Kuvendit. Unë shpresoj shumë që në 15 prill do të fillojë qeveria e re. Deputeti Thaçi ka përjashtuar çdo mundësi për bashkëpunim me listën serbe për formimin e qeverisë së re. E derisa gjitha opsionet për koalicionin mbeten të hapura, analistët e vlerësojnë më reale një koalicion qeverisës mes lëvizjes vendosje, nismë socialdemokrate dhe komuniteteve jo serbe. Megjithatë, në partinë e Albin Kurtit, si dhe atë të Fatmir Limajt, nuk kanë konfirmuar nisjen e diskutimeve për arritjen e një koalicioni, edhe pse në media është raportuar për një takim mes liderëve të këtyre dy partive. Kanë mbetur edhe 8 ditë nga seanca konstitutive e Kuvendit të Kosovës, arritja e një dakordimi të tillë po shihet e mundshme. Nisma socialdemokrate ka siguruar 3 deputet në legjislativ, duke garantuar një koalicion parazgjedhor me AK-n e Ramush Haradinaj. Ky rezultati i zgjedhjeve sipas politologut Albinot Maloku e determinon nevojën që lëvizja vetëvendosje të bëjë koalicion qeverisës me ndonjë prej partive shqiptare. Si e vetme nuk mund ta formojë qeverinë, për rrjedhoj muhabeti se ne do ta formojmë qeverinë ose ne mund ta bëjmë qeverinë është vetëm në aspektin e mundësisë që i lejohet parit. Mirë po, nuk është se po arrin ta bëj. Sikur të mos hezitonte, do të provante të njihte realitetin e numrave dhe të bënte një partner koalicioni. Dhe pjesa e dytë tjetër është që nëse
kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër Albin Kurti provon që përmes kontrabandimit deputetëve ta bëjë qeverinë, atëherë qeveria e ardhshme do të jetë qeveri e kontrabanduesve, të cilët nuk i nevojitet Republikës Kosovës. Në anën tjetër, analistja politike Makbule Shkodra thot se nëse nisma socialdemokrate merr hisën e saj në qeveri, atëherë ajo do të votoj pro qeverisjes Kurti 3. Ajo nuk e përjashton mundësinë që edhe deputet nga tabori opozitar të kalojnë në lëvizjen vetëvendosje. Nëse e merr ndonjë përgjegjësi në qeveri, atëherë besoj se do ta votoj. E kaluara na ka treguar që ka pasur raste që deputet pikërisht në seancë konstituive ka ndruar partinë. Edhe kjo mund të ndodhë, ndoshta zotri Kurti po llogarit në një gjë të tillë, të shohim, por ka gjasa që nëse i ofrohet nismës me përgjegjësi që ata pra mendojnë që duhet i kenë nëse votojnë lëvizjen vetëvendosje të kemi qeveri. Seanca konstitutive e Kuvendit Kosovës do të mbahet më 15 prill për përgatitjen e kësaj seance. Kryetari i detyri i Kuvendit Glauko Njufca do të mbajë takim konsultativ të martën me liderët e partive politike. Serbëve u takojnë gjithashtu 10 ulse në Kuvendin e Kosovës. Sipas rezultateve, një ulse e ka fituar politikani serb dhe ministri i detyrë në qeverinë Kurti 2, Nenad Rashić, dhe 9 ulse do të takojnë listës serbe, partisë më të madhe të Serbisë në Kosovë, e cila financohet nga Beogradi. Zyra e Regulatorit e Energjisë ka thënë sot se tarifat e reja të rrymës pritet të hyjnë në fuqi më 1 maj në pritje të vendimit për shtrenjtimin e rrymës me 15%. Regulatori i Energjisë propozoi muajin e kaluar shtrenjtimin e energjisë elektrike për rreth 15%, duke nxitur reagime dhe protesta. Bordi i ZRE-s pritet të marrë vendim për çmimin e rrymës më 11 prill. Mbledhjen e thirrën vetë për media, por vetë deshtën ta shpërfillin atë. Zyrtarë të Zyrës së Regulatorit për Energji me dojmos dëshironin të bisedonin vetëm me gazetar dhe pa kamera, duke i rezistuar kështu regjistrimit pamor dhe zënor. Ka pajtim u zgjeru e as nuk publiku asnjë për çka po diskutojnë as tash. Domethënë kjo është diçka që është ndaluar me ligj. Por mediat me këmbgulje sfiduan këta zyrtar të ZRE-s duke kërkuar nga këta të fundit që të jenë transparent me opinionin publik. Pas rreth 40 minutave diskutim, drejtori menaxhues në Zyrën e Regulatorit të Energjisë Petrit Pepaj u pajtua që takimi të mbahet në praninë e kamerave. Ai ndërkaq theksoi se vendimi për rritje të çmimit të energjisë për 15% pritet të votohet me 11 prill dhe do të hyjë në fuqi nga 1 maji. Vendimi i cili do të pritet më marrë me 11 këtij muaji do të hyjë në fuqi prej datës 1 maj. Vendimi për shtrenjtimin e energjisë elektrike është duke u kundërshtuar në masë të madhe tash e më shumë se 2 muaj nga qytetarët, bizneset, organizata jo qeveritare, si dhe nga vetë presidentja e vendit Vjosa Osmani. Madje në shenjë paknaqësie u organizuan edhe protesta. Qytetarët vazhdojnë të jenë të prerë se do të vazhdojnë të ngrisin zërin e tyre kundër këtij shtrenjtimi, që sipas tyre do t'i gjunjëzojë ata. Borra shumë e ranë, unë mas pas me përvalu me 120 euro. Kam edhe ma shumë me dru, po naj po shumë rryma është shumë katastrofë. Rryma u shtrejtu 4-5 herë deri më tash. Kjo është e tepër po. Po i valloj borra është për neve bëllë, se na myten me që të shtrejtime, po që kena me bo. Sipas Zyrës së Regulatorit për Energji, arsyeja kryesore e propozimit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike prej 15% është për shkak të rritjes së çmimit në bursa dhe nuk ka ndonjë arsye tjetër. Por sipas ekspertëve të ekonomisë, ky shtrenjtim do të zbrazë në masë të madhe xhepin e qytetarëve. Rritja e energjisë elektrike për 15% e paralajmëruar nga ZRE-ja nuk është asgjë më shumë se sa rritja e kostove të xhepit dhe rritja e shportës së konsumit për qytetarin, dhe njëkohësisht rritja e varfërisë për pjesën e kostës realisht apo qytetarëve, po jo dhe për kostën politike, sepse ne nuk kemi një burgshtetas që i thot kompanisë turke uli fitimet, por ne kemi një burgshtetas që i thot qytetarit paguaj edhe nga varfëria. Ky efekt është tepër zëngjëror dhe sigurisht që ka më ndikuar në gjitha hallkat e jetës, duke filluar prej biznesit që cekëm deri te konsumatori i fundit, e që barën kryesore të këtyre ndryshimeve do ta ketë konsumatori kosovar. Sipas llogaritjeve minimale që mund të ketë,
duke u bazuar në numrin e konsumatorëve, atëherë dikon rreth parafërsisht 50 milionë euro do të jetë kosto më e madhe konsumatorëve kosovor nga ky shtrajtim. Deri më tash në adresë ZRE-s kanë arritur afro 400 ankesa nga qytetarët. Ndërkaq aktivistët e grupit Asnjë Cent më shumë protestën e radhës e kanë paralajmëruar më 11 prill, në ditën kur zyra e rregullatorit të energjisë pritet të marrë vendim për rritjen e çmimit të energjisë për 15%. Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka mirëpritur organizimin dhe reagimin e gazetarëve të mediave të Kosovës për të kërkuar transparencë nga zyra e rregullatorit të energjisë. Javën e kaluar, ZRE-ja kishte ftuar vetëm gazetarët në një takim konsultues pa praninë e kamerave dhe mediave për diskutuar rreth rritjes së mundshme të çmimit të energjisë elektrike. Sot gazetarët kanë refuzuar të marrin pjesë në takim pa praninë e kamerave. AGK-ja e përshëndet këtë veprim të gazetarëve, i cili përveç se shpreh solidaritet mbi të gjitha kërkon transparencë dhe llogaridhënie nga një institucion publik. AGK-ja e fton ZRE-n që të sigurojë publikimin dhe hapjen e të gjitha diskutimeve që çojnë në marrjen e një vendimi përfundimtar në mënyrë që qytetarët të informohen në mënyrë të plotë për një vendim kaq të rëndësishëm për interesin publik, thuhet në komunikatën e AGK-s. Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar aktakuzën ndaj Naim Murselit, Granit Plavës dhe Kushtrim Kokallës, të cilët ngarkohen për rastin e vrasjes së Liridona Demajt më 29 nëntor 2023. Refuzohet kërkesa për kundërshtimin e provave dhe hedhjen e aktakuzës së prokurorisë themelore në Prishtinë të parashtruar nga mbrojtësit e të akuzuarve si të pabazuar, thuhet në vendim. Në seancën fillestare të mbajtur më 31 janar 2025, Naim Murseli u deklarua i pafajshëm për vrasjen e bashkëshortës së tij Liridona Demajt. Granit Plava nuk u deklarua rreth fajësisë, kurse Kushtrim Kokalla tha se nuk deklarohet pa konsultuar me mbrojtjen, ndërsa fajtor u deklarua i akuzuari Tom Dodaj, ky fundit pasi pranoi fajësinë u dënua me 5 vjet burgim dhe 5.000 euro gjob. Në rastin e shënimit të ditës botërore të shëndetësisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë ka filluar dita e parë e trajnimit të prindërve, kujdesin në grup për prindërim. Gjatë 7 muajve të ardhshëm, nënat Lehona do të mund të ndajnë përvojën e tyre eksperiencat dhe shqetësimet gjatë prindërimit, por edhe do të marrin këshilla nga infermierët. Shefja e zyrës së UNICEF-it në Kosovë si financuese e projektit tha se në Kosovë mbetet shumë për të bërë rreth nënave dhe foshnjave të posalindura. Prandaj programe si vizitat në shtëpi duhet të zgjerohet, por edhe prindërit duhet të kenë më shumë njohuri për kujdesin ndaj fëmijëve, siç është edhe sesioni i sotëm që shpresojmë të zgjerohet. UNICEF është i përkushtuar të vazhdojë punën tonë për fëmijët me të gjithë partnerët në Kosovë për mirëqenien e fëmijëve. Ndërsa drejtori i shëndetësisë në komunën e Prishtinës Izet Sadiku shtoi se përmes këtij programi, i cili është i treti që i kushtohet kësaj kategorie, drejtoria dëshiron që t'i forcojë programet për nënat dhe fëmijët. Që është programi i tretë i cili i kushtohet kësaj kategorie, që ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve për gratë, nënat dhe për fëmijët, dhe ky është projekti i tretë që ne fillojmë brenda 2 viteve, e përmendi edhe kryetari, duke pas parasysh se përmes këtyre projekteve ne dëshirojmë të forcojmë programet për nënën dhe fëmijën, parasysh se sot në botë konsiderohet që fatkeqësisht vdesin diku 300.000 gra, domethënë 6 tazanis në vit, dhe 2 milion fëmijë posalindur dhe 2 milion tjerë gjatë lindjes, është një numër ende i madh dhe probleme që ka kjo kategori, prandaj përmes këtyre programeve dhe programeve që po bën domethënë UNICEF-i dhe Ministria e Shëndetësisë, ne kemi arritur me kriju kapacitete për këto 3 programe. E në fund, kryetari i kryeqytetit Përparim Rama u shpreh se ky program do të ndikojë tek nënat në aspektin psikik dhe fizik. Sot, dita e parë faktikisht e trajnimit të prindërve, të cilët kanë beba, foshnjë të sapo lindura,
për me I trajnu se si duhet me u kujdes për fëmijët e tyne ose për informata shtesë të cilat ju nevojiten, që ta kenë një periudhë kohore sa më të shëndosh në aspektin psiqik edhe fizik, edhe për foshnje, po edhe për prindër. Kjo është një proces faktikisht që ne e kemi fillu edhe para 2 vitesh me vizita në përshtëpi tek prindërit që kanë foshnjet e sapo lindura, e po ashtu edhe me trajnime për nënat 7 zone që kemi fillu para 1 viti, se me I trajnu jo vetëm nënat, po edhe babat. Ky program për kujdesin e prindërve dhe foshnjave është një bashkëpunim mes Komunës së Prishtinës dhe UNICEF-it. Një njoftim nga New Yorku, komuniteti shqiptar amerikan njofton për ndarjen e parakoshme nga jeta të aktivistit e biznesmenit Fadil Idrizaj në New York. Dërimet e fundit për të ndjerin bën nesër në shtëpinë mortore Shooks Funeral Home në Southern Grove në New Jersey nga ora 14 deri në orën 21, ndërsa varrimi ditën e mërkurë në Clifton të New Jersey. Fadil Idrizaj njihej për punën e suksesshme në gastronomi, pizzerit Famos Familia, për përkraje të çështjes së Kosovës, nismëtar I shoqatës PEA dhe sponzore përkrahës I handbollit kosovar, respektivisht klubit Besa Famgas që nga viti 2000. Radio Televizioni 21 I shpreh ngushëllime familjes dhe komunitetit shqiptar amerikan. Gjatë vizitës së tij në Izrael, kryeministri I Shqipërisë Edi Rama u nderua me medaljen presidenciale të nderit akorduar nga presidenti I Izraelit Isaac Herzog. Kryeministri Rama theksoi se Shqipëria qëndron krah Izraelit në konfliktin me Hamasin dhe tha se janë pro zgjidhjes me 2 shtete. Kryeministri Edi Rama është nderuar me medaljen presidenciale të nderit akorduar nga presidenti I Izraelit Isaac Herzog, një nderim për personalitetet të nivelit të lartë. Medaljen e nderit të dorëzuar në një ceremoni të posaçme në rezidencën presidenciale në Jeruzalem. Rama konsideroi nderim për shembullin që shqiptarët I lanë botës duke mos dorëzuar asnjë hebre të vetëm tek nazistët. This incredible honor. Ky nder I jashtëzakonshëm nuk mund të jetë vetëm për mua, por e marr në emër të Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, mbi të gjitha në emër të gjithë shqiptarëve muslimane të krishterë, të cilët vunë veten e jetët në rrezik gjatë orëve më të errta të historisë moderne dhe kthyen vendin tim në të vetmin vend në Europë që e mbylli luftën e dytë botërore me më shumë hebrej sesa në fillim të saj. Shqipëria ka qenë gjithmonë mbështetëse e zgjidhjes me 2 shtete, por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin ton nuk ka zgjidhje me Hamasin aty dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Presidenti I Izraelit vlerësoi bashkëpunimin mes 2 vendeve, ndërsa u kthye pas në kohën kur Shqipëria dha kontributin për mbrojtjen e hebrejve. The Albanian Code of Besa. Kodi shqiptar I Besës, betimi I shenjtë I nderit, mbrojtjes dhe integritetit, ndihet mjaft I pranishëm në këtë hol. Besa ka udhëhequr kombin shqiptar dhe ka mbajtur pishtarin e dritës në emër të gjithë njerëzimit në orët e veta më të errta gjatë Holokaustit. Populli shqiptar ishte një simbol nderi dhe kuraje. Me kuraj, ata I u dhanë streh grave, burrave hebrej, të cilët arratiseshin nga pjesë të tjera të Europës, dhe duke e bërë këtë, ndihmuan në mbrojtjen dhe ruajtjen e njerëzimit përballë krimeve më të mëdha midis qenieve njerëzore. Kreu I qeverisë ndodhet në një vizitë 2 ditore në Izrael në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar vitin e shkuar në qendrën spitalore universitare Sheba Medical Center në Tel Aviv. Zëvendës kryeministri I Maqedonisë së Veriut Izet Mexhiti paralajmëroi shkrirjen e koalicionit Vlen nga 4 në 1 parti. Por ai që nuk po pajtohet është I 5 nga ASH-ja. Taravari tha se mund të bashkëpunoj pas shkrirjes si koalicion, pasi që oferta më tepër I ngjante një ultimatumi. Kryeministri Mickoski tha se kjo nuk do të çojë në riformatimin e qeverisë. Vlen ka fituar votat për të rrëzuar BDI-n dhe nuk ka logjik që të bashkëpunohet me atë parti, tha kryetari I LD-s Izet Mexhiti, duke shtuar se ky koalicion do të shkrihet në një parti të vetme. Ai theksoi se I vetmi që ka dilema për këto ndryshime është kreu I ASH-s Arben Taravari, ndërsa LD, Besa, Alternativa dhe Vetvendosja do të garojnë si një parti e vetme me lista të përbashkëta në zgjedhjet lokale në tetor. Besoj që së shpejt brenda javës do ketë edhe iniciativë pra
për vlenit të jetë një opcion, pra gjithë mbrenda vlenit ka të subjektet Lëvizja Demokratike, Besa, Alternativa, Vetëvendosja dhe përkrahasit e vlenit, pra kërkojnë këtë, pra shkrirjen e vlenit, i vetmi që ka dilema zotit Eravari dhe duhet të sqaron me opinionin se nuk mundet pra edhe të jesh pjesë e vlenit edhe të bashkëpunosh me Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse atëherë humb kuptimi i ndryshimit. Kreu i ASH Arben Taravari tha se përshkrirjen e koalicionit në një parti është diskutuar edhe më herët, por tani nuk ka marrë një ofertë të tillë. Unë gëzohem që ato kanë rarë dakord, Vetëvendosja, LD-ja, Alternativa dhe Besa që të shkrien, dhe përshëndes këtë akt, më pëlqen. Alianca për Shqiptarët do të mbese si subjekt që do të tentojë përsëri të bashkëpunojë nëse këto shkrien me një parti. Deri te ne s'ka erdhur ashtu ftesë, nëse vinë do ta shqyrtojmë. Jemi miq, jemi shok dhe asgjë e diskutoj që mund të hapim edhe atë temë, po për momentit gëzohem që këto janë dakorduar si tre partit. Vërtet më gëzon si fakt. Pas këtyre zhvillimeve politike, kryeministri Mickovski u pyet nëse do të ketë rikonstruim të qeverisë. A do të ketë rikonstruktim të qeverisë? Jo. Si janë raportet me koalicionin Vlen? Partner të shkëlqyer. E njëjta pyetje ju parashtrua dhe me Xhitit. A planifikohet rikonstruimi i qeverisë para zgjedhjeve? Do të shohim. Nuk e përjashtojmë mundësinë. Teknikisht po, do të shohim. Do të vlerësojmë se cilat janë argumentet pro dhe kundër. Ndryshe, tashmë nga Vleni ka dërguar ofertë Taravarit për mënyrën e ndarjes së komunave, por Taravari tha se ajo nuk kishte ofertë por ultimatum, që sipas tij është mënyrë e papranueshme. Në konsulatën e Kosovës në SBA është hapur ekspozita e artistëve shqiptar e Kuqja Shqiptare, e cila përmes figurave historike synon të rrëfej për rënjet europiane dhe kontributin shqiptar në civilizimin perëndimor. Është hapur ekspozita e Kuqja Shqiptare në ambientët e konsulatës së Kosovës në New York si pjesë e ciklit kulturor, në të cilën paraqiten punime të artistëve shqiptar që jetojnë në Amerikë. Ekspozita në konceptin e saj ka patriotizmin e kuqe dhe e zezë, ngjyrat përfaqësuese të shqiptarëve, të cilat rrëfejnë për rënjet evropiane dhe kontributin shqiptar për civilizimin perëndimor. Konsuli i përgjithshëm i Kosovës në New York, Blerim Reka, tha se pikturat dhe skulpturat na sjellin rrugtimin historik të shqiptarëve, të cilët botës i kanë dhënë nobelist dhe veprimtar të mëdhenj lufte si Nëna Terezë dhe Adem Jashari. Pikturat e nivelit lartë, nuk jam kritik arti, po aq sa arrita të shoh. Do të shihni se pos anës artistike, këto piktura flasin edhe për një ecje historike të një populli që ndoshta është i vogël, por që ka dhënë njerëz të mëdhenj. Të një populli që ka rënje të thella evropiane dhe kontributin për civilizimin perëndimor. Kemi dhënë perandor Romak e Papat Vatikanit, kemi dhënë nobeliste si Nën Tereza, por kemi dhënë edhe generalin legjendar Adem Jasharin, i cili është atje në balë të kësaj ekspozite. Ambasadorja e Shqipërisë në OKB, Suela Janina, tha se ekspozita i bën nder konsulatës së Kosovës sepse përmes veprave artistët arrin të dhurojnë vlerat shqiptare. Ajo gjithashtu tha se ngjyrat kombëtare janë përfaqësuese të shpirtit tonë. Këtu shpresoj shumë shpejt kemi kushtet edhe në ambasadën e Shqipërisë, po kudo që ju të dilni përtej këtyre mureve ku keni shumë dashuri, do t'jeni të mirëpritur sepse unë besoj që nëpërmjet artit tuaj ju arrini shumë mirë të shpreheni vlerat më të mira të shqiptarëve kudo që janë, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në diasporë, po edhe në gjithë trojet tona. Ju falenderoj që nëpërmjet artit jeni përfaqësuesit më të denjë të gjithë shqiptarëve, të kombit shqiptar. Për artistët kosovar Melita Cekani dhe pjesëmarrësit Fabio Thaçi, Fadil Berisha, Ilir Berisha, Klodian Marku, Zini Veshi dhe Mariana Eksi, kryediplomatët thanë se janë përfaqësuesit më të mirë të kulturës dhe kombit tonë. Ekspozita e Kuqja Shqiptare u mundsua përmes bashkëorganizimit të lidhjes shqiptare, evropiane dhe odës ekonomike shqiptare në konsulatën e përgjithshme të Kosovës në New York.
Kjo ishin gjitha informacionet për edicionin qendror të lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.